Vetëm një nxënës ka plotësuar kushtet për të regjistruar në gjimnazin 7 Marsi në Tetov, edhe pse numri i nxënësve që kanë aplikuar ka qenë më i lartë. Vende ka për 242 nxënës në 8 paralele, ndërsa drejtori i gjimnazit pret që numri të plotësohet në afate tjera. Në afatin e parë të regjistrimit, që përfshin, në fakt 2 afate brenda muajit qershor, në fillim patëm 14 nxënës që u paraqitën, prej cilëve vetëm njëri ka plotësu kushtet, kriteret për të pranuar, në gjimnazin tonë, që do të thotë kishte mbi 60 pikë, të tjerat janë refuzuar, edhe tani në aplikimin e dytë të njëjtit afat, qershorit, ka numër pak më tepër nxënësve që janë interesuar dhe kanë aplikuar, nuk kemi informata të sakta se si qëndron puna në lidhje me pikët që i kanë. Po gjithsej janë 242 nxënës, që është e parapame për 8 paralele tona. Tash keni parasysh në vetëm një nxënës është pranuar deri tash, llogarisi që ndoshta ky numër 10-12 mos kalon më tepër në bazë të kriterit që në afatin e parë nuk ka ullje të pikëve. E kundërta ka ndodhur në shkollën e mesme të mjekësisë, nga ku thonë se deri tani janë pranuar 403 nxënës që kanë pasur mbi 70 pikë dhe vazhdojnë të pranojnë nxënës me pikë maksimale. Në afatin e parë kemi pranuar 403 nxënës, drejtimi i motër medicinale është mbyll, edhe kozmetik. Tani vazhdojnë të kenë vende të lira teknik farmaceutik, teknik fizioterapeutik, teknik dhëmësh, asistent dentar dhe teknik laborant. Edhe këtë afat ka një interesim të madh të nxënësve, të cilët edhe i kanë 70 pikë, sepse vazhdojmë të jemi shkolla e cila kërkon pikët më të larta, por nuk do të thotë se nuk kanë interesim edhe ato të cilët nuk i plotësojnë kushtet. Interesim të madh ka edhe në gjimnazin Kiril Pejqinović në Tetov. Drejtorët bëjnë apel që shkollat të mos ulin pikët e kërkuara që të mbushet numri në të gjitha shkollat. Pritjet janë që numri i nxënësve këtë vit të jetë për 300 më i lartë se vitin e kaluar.